derisa të kemi institucionet të formuara. Dhe tani flasim për një çështje shumë të rëndësishme demografike. Mosha mesatare popullsisë në Kosovë parashihet të rritet në 49 vjeç, sipas raportit mbi projekcionet e popullsisë deri në vitin 2060 të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ASK. Sipas profileve komunale, Prishtina mbetet komuna me popullsinë më urbane, ndërsa Dragashi komuna me popullsinë më rurale. Në bazë të rezultateve të regjistrimit të popullsisë, Kosova ka 1.602.000 banor. Në vitin 2011, kur është realizuar regjistrimi paraprak i popullsisë, mosha mesatare ka qenë rreth 30 vjeç, ndërsa në regjistrimin e 2024-s ishte rreth 35 vjet. Në regjistrimin e 2024-s të popullsisë, për herë të parë është bërë edhe një vlerësim i dëmeve të shkaktuara nga lufta e fundit në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Sipas ASK-s, dëmet materiale të luftës janë vlerësuar me mbi 5 miliard euro. Bazuar në të dhënat e publikuara, gjatë full luftës janë vrarë 11.417 persona, të zhdukur janë 11.047 persona, të plagosur 6.682 dhe të burgosur 3.312 persona. Do thotë, to janë të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Republikës së Kosovës dhe këtë thash në kontekstin e ditës botërore të popullsisë që shënohet çdo 1 vjet korrekt, tash më shumë se 3 dekada, dhe këtu për të kontekstualizuar këto gjetje të cilat nuk janë fort të mira për demografinë e Republikës së Kosovës, flasim me demografin Besim Gallopeni. Mirë se vjen, zotër Gallopeni. Si ju gjej. Çfarë të dhënash, do thotë, janë shqetësuese këto për idenë që ASK-ja thotë se sipas profileve komunale, do thotë mosha mesatare popullsisë në Kosovë parashihet të rritet në 49 vjeç. Apo i bjen kjo që popullsia në Kosovë po plakët, apo diçka tjetër? Po, sigurisht, pa dyshim që këtë trend demografik i cili po e shoqëron edhe Kosovën viteve të fundit është jashtëzakonisht shqetësues. E kam thënë me disa herë në për forume të ndryshme dhe misione të ndryshme dhe bazuar në të dhënat statistikore të 2 regjistrimeve të fundit, nëse bëjmë një krahasim, pra 2011 respektivisht 2024, ne shohim se mosha mesatare e popullsisë Kosovës është rritur për 5 vjet, ndërsa në bazë të parashikimeve të popullsisë deri në 2060, sipas ASK, popullsia e Kosovës do të mplakët, sikur se është sot popullsia më e vjetër në botë për nga mosha mesatare e popullsisë, që është vendi Japonia, pastaj vjen Italia, pastaj vjen Greqia, Gjermania dhe vendet e tjera. Dhe çka shkakton këtë? Sigurisht që janë disa faktorë, për ndër faktorët kryesorë do të veçoj jashtimi natyror të popullsisë, lëvizjet mekanike apo migrimet e popullsisë, gjë që Kosova është një vend migrator dhe është jashtëzakonisht një trend shumë negativ që po ndodh në shoqërinë tonë, jo vetëm tash, por gati 3 dekada po bën, por sidomos në 2 dekadat e fundit, dhe faktori i tretë natyrisht që është edhe jetëgjatësia. Kjo është sa një lajm pozitiv, po aq natyrisht ka edhe impakt në aspekte tjera sociale, ekonomike, me siguri do të flasim pak më vonë. Pra e mira kësaj është që jetëgjatësia në Kosovë është më madhe se sa pothuajse në gjitha vendet e rajonit dhe krahasohet me vendet e Evropës, gjë që është diçka shumë e mirë për faktin se këtu lidhen shumë faktorë social, shëndetësor dhe të tjerë. A është përmirësimi i jetesës njëri prej tyre, me patjetër apo? Sigurisht është përmirësimi i kushteve të jetesës, nëse i shikojmë edhe shumë indikatorë të tjerë në statistikat që sot na japin institucionet e Kosovës, në këtë rast regjistrimi i fundit i popullsisë, natyrisht që ka një përmirësim të dukshëm në infrastrukturë, kyçjen e ujësjelljes, kyçjen e rrjetën e kanalizimit, kyçjen e shërbimet e tjera shëndetësore publike në përgjithësi, dhe gjitha këto bëjnë që të kenë impakt pozitiv në jetëgjatësinë e popullsisë në një vend, në këtë rast edhe në Kosovë.
Dhe çka duhet bëj shteti, zotin Gallopeni, për t'i përmirësuar këto në afat, do të thotë në periudhën më afat shkurtër, sepse ju e përmendët pak më herët që deri në vitin 2060 pritet që Kosova t'i ngjajë Japonisë për nga plakja e popullsisë, jo në këtë rast për nga zhvillime. A mund ta bëjmë një krahasim pikërisht me Japoninë, meqense e përmendët ju? A bën diçka Japonia për ta parandaluar plakjen dhe ku duhet marrë shembull Republika e Kosovës? Sigurisht që një prej aspekteve më shqetësuese është fakti që trendi apo shpejtësia, dinamika me cilën po ndodhin ndryshime demografike në Kosovë është më madhe se sa në gjitha vendet e rajonit dhe më gjerë edhe në Evropë, edhe në vendet sikur Japonia që e përmendëm, dhe kjo bën që gjithë studiuesit, profesionistët e kësaj fushë me ngrej alarmin si shqetësim ndaj institucioneve të vendit që të ndërmarrin hapa konkreta apo hapa specifik, në mënyrë që ne mos të arrimi një periudhë relativisht apo shumë të shkurtër deri te ajo moshë çfarë sot e kanë vendet siç e përmenda Japonia, Italia dhe vendet e tjera, pra moshën mesatare të popullsisë që kanë arritur rreth të 50 apo më saktësisht 49 vjet. Natyrisht shumë vendet e Evropës dhe vendet të zhvilluara në përgjithësi kanë dizajnuar politika populative të cilat kanë për qëllim jo vetëm mbrojtjen e shëndetit riprodhues, jo vetëm kujdesin ndaj planifikimit familjar, por edhe aspekteve të tjera të strukturave të ndryshme demografike, pra edhe vetë ndryshime demografike apo numrin e përgjithshëm të popullsisë. Pra nëse shikojmë e bëjmë një krahasim mes pak më shumë se një dekadë, po flas mes dy regjistrimeve, nuk po shkojmë më mbrapa, vetëm 2011 dhe 2024, Kosova ka humbur një popullsi të paktën 10%. Pra, përderisa në 2011 ne i kishim 1.8 milion banor, sot i kemi 1.6 milion banor, e që ky numër mund të jetë edhe më i vogël se kaq, për bazë të bindjes dhe analizave të mia. Dhe çdo vit me tutje Kosova pritet mesatarisht 1% të popullsisë së përgjithshme ta humbë. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Dhe në kontekstin e idesë ose mundësisë që pas një dekade Kosova të antarësohet në Bashkimin Evropian, çka i bën kjo një shteti në lëvizje demografike të tij? Për shkak se Kroacia ka këtë problem pas antarësimit në BE, shumë nga kroatët kanë ikur nga shteti i tyre për të gjetur një punë më të mirë në kuadër të Bashkimit Evropian, do thotë shteteve që janë anëtare. Po, sigurisht që ne e kemi edhe shembullin e fundit, pra me liberalizimin e vizave, ku ndodhi një fluks i madh i lëvizjeve të qytetarëve, ndonë se janë rregullat e përcaktuara nga Bashkimi Evropian se kush mund të lëvizë dhe sa mund të qëndrojë në vendet e BE-s, megjithatë lëvizjet e qytetarëve janë më të lehta se më parë dhe mundësia për gjetur një vend pune, për krijuar një kontakt në vendin e destinacionit ku dëshiron me kriju marrëdhënie pune dhe me jetu në atë vend janë shumë herë më të mëdha dhe kjo bën që dhe shkalla e migrimit ndërkombëtar në përgjithësi të rritet. Ju e përmendet shumë mirë dhe me të drejtë rastin e Kroacisë, që është një prej vendeve të rajonit më i afër për nga kjo situatë për cilën apo temë për cilën po diskutojmë. Dhe natyrisht që sa më shumë që të vonohen institucionet drejt dizajnimit të politikave populative, aq më shumë gjasat apo situata do t'i ngjasoj Kroacisë. Mirë po, dhe me ketë se sa kaq. Mirë po, mos harrojmë se në kontekstin të cilën e parashtrut pyetjen sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, ne kemi dhe raste shumë pozitive, për shembull kemi rastin e Polonisë. Dhe kjo varet këtë pastaj se sa institucionet e vendit përsëri po ndërlidhet me atë. Për shkak se polakët tash po kthehen me të madhe në vendin e origjinës. Eksakt, për shkak të ndryshimit të politikave institucionale shtetërore, politikave investuese, rritjes së shërbimeve apo ngritjes së shërbimeve sociale, shëndetësore, arsimore dhe të tjera, dhe këto bojnë me ndiku pozitivisht që qytetarët mbase një pjesë e madhe e tyre që kanë migruar dhe nuk kanë arritur me u integru në shoqëritë pritse, nuk kanë arritur me kriju një stabilitet në shoqëritë pritse, mbase të gjejnë perspektivat të kthehen në vendin e origjinës. Mirë po, kemi edhe situata të tjera, për shembull, situata siç është apo mund ta shoqëroj Shqipërinë në të ardhmen, në vitet e ardhshme, ku shumë qytetarë nga vendet e Bashkimit Evropian mund vinë dhe të jetojnë në Shqipëri për shkak të turizmit, për shkak të kostos së jetesës më të lirë, mirë po kjo pastaj ka një impakt negativ të qytetarët e cilët jetojnë në vend, pra në Shqipëri, apo dhe në rastin e Kosovës, edhe pse në Kosovë kjo është më vështirë të ndodhë,
Megjithatë, kjo pastaj ndikon në aspektin ekonomik, social e tjerë në popullatën apo popullsinë rezidente të atij vendi, siç është në këtë rast Shqipëria. Sigurisht që këto ndryshime demografike ne më shumë i kemi shikuar nga një prizëm i diskutimit ad hoc, aty për aty, por jo duke u ndalur me diskutuar me ekspert, me profesionist, akademik nga fushat përkatëse, po flas në nivelin institucional, dhe për të shikuar se cilat janë mundësit, cilat janë zgjidhjet, cilat janë mundësit më të mira për dalë nga kjo situatë. Ne e dim dhe natyrisht që e dëgjojmë shpesh herë që qytetarët kanë lëvizur gjithë. Është e vërtetë që kanë lëvizur, prej homo erectusit, homo sapiensit e këndej vazhdimisht kanë lëvizur dhe kur nuk do të ndalen, do të lëvizin çdo herë. Mirë po, kur lëvizjet janë të kontrolluara, të monitoruara, kur ne si institucione dizajnojmë politika të mira konform interesave dhe kërkesave të qytetarëve, atëherë mundësia për të lëvizur nga vendi i origjinës drejt një vendi të destinacioni është shumë e vogël. Pse shtrohet pyetja këtu? Sepse askush nuk e lëshon vendin e vet të origjinës, të lindjes, pa pasur apo pa kërkuar të paktën 2 herë më shumë kushte më të mira se sa që i ka në vendin e vet. Dhe nëse ne harrim një standard më të mirë, atëherë shtrohet pyetja pse duhet të shkojmë në Gjermani, në Austri, Sloveni, Itali apo vendet të tjera të Evropës. Të qëndrojmë në Kosovë, atëherë do ta kemi shumë më të lehtë për të mbijetuar në paktën nëse jo për të pasur një standard më të mirë jetësor. Dhe me qenë se po flasim edhe për uljen e diku edhe ngritjen e sërishme të popullsisë, zoti Gallopeni, e kam natyrisht një pyetje përfund, sepse e shoh që diskutohet shpesh në nivel global, sepse kjo shënohet si ditë prej momentit kur bota ka shënuar, ka arritur 5 miliardë banor. Nga viti në vet ka shtim të numrit të popullsisë edhe politika të reja. A ekziston një frikë globale nga rritja e numrit të popullsisë dhe nga shtimi i banorëve në planetin Tokë? Po, pyetje shumë e vend, sigurisht që shënimi i ditës botërore të popullsisë pikërisht është ardhur te ideja e rritjes së shpejtë të popullsisë dhe hajde çfarë do të ndërmarrim, sa kemi potencialet apo mundësitë për ushqyrje adekuate, sa planeti Tokë ka mundësi me ushqy banorët në Tokë e kështu me radhë. Mirë, po sot i kemi 2 polet e kundërta, që është e vërteta. Në njërin anë kemi plagjet popullsisë në mënyrë rapide, pra të shpejtë, si që janë vendet e zhvilluara, vendet e Evropës dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, që janë pjesë e këtyre tash po shkojnë në drejtim, por në anën tjetër e kemi një moshë mesatare të popullatës 14 vjeç, 15 vjeç, deri në 18 vjeç, një pjesë e madhe e vendeve siç është vendet e Afrikës Qendrore, Republikës Dominikane, Ugandës apo vendeve të tjera. Dhe në këto vendet e botës tretë ne kemi një rritje të popullsisë, ndërsa në anën tjetër kemi një mplakje dhe zvoglim të numrit të përgjithshëm të popullsisë. Natyrisht që pastaj këto duhet shikuar në një aspekt më të gjerë, duke i analizuar edhe faktorët social, shëndetësor, por edhe faktorët demografik apo numrin e përgjithshëm të popullsisë në këtë vend. Ishte kënaqësi, zotëri Gallopeni. Kënaqësi dhe për mua, edhe pse koha shumë e shkurt, por janë tema që kemi shumë çka për të diskutuar. Është dinamike dhe ka interes. Faleminderit. Do të ketë interes gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe tani jemi me kronikën